AKR-n bashkë me Abdullahotin, si numër votash. Koalicion me PDK-n. Me AKR-n. Jo. Edhe me AKR-n. Po edhe me PDK-n kur kanë qenë bashkë qeverisje. Kur ka qenë Vjosa Osmani kandidate për kryeministre. Me vota. Çu më ki vota që se i komshir, i ki ka vota e LDK-s ka qenë më e larta. Pro kjo tregon që kundazi që ka pas grupe ty, jo mbi mua. Unë ta dëshmoj se kom votat. Bartoshi, si e sheh performancën e LDK-n zgjedhje me Vjosa Osmanin pjesë listës së Nuk e kemi të modjem. Ju po spekuloni po një talë me cilën natë po vetë nuk jemi. Ajde po flasim për tashme. Po jo. E keni të riu komplet muhabet. Lil, a e lipesh me çfarë kauze shkon Vjosa Osmani në zgjedhje me prini listë kundër Albinit? Unë t'i kallzoj plot kauzë. 126 Me mijë LDK-n hajde po supozojmë mund me pas një rritje, po jo sa po thuti. Ore ja pat numër, ka të ja pat numër se bona analiza se mendova. Zgjedhje mo nuk ka kauzë. A ka kauzë më çfarë? Jo, nuk ka kauzë. Ajo mundet me thonë Albin Kurti është anti-amerikan, se se ka thonë sa është. E ka thonë disa, e thotë, kam thonë disa momente. Ku e ka thonë? E ka thonë. E ka thonë një herë edhe e ka të rritë. Po lunë bëjqash marja. Po që unë të tregoj çka thotë. Ajo thotë, unë jam kon me bot Kosovën, unë s'ku bujt me dalë në publik, me kallzu botës që kryeministri i Kosovës ka qenë anti-amerikan sepse kisha dëmtu Kosovën. O gjera. Po shiten. Pasha zotin jo. Po shiten. Që vjen mo që si pallova nuk shiten mo. Nuk shiten mo. Po sa pallova të shit me 20 djetor. Unë? Sa pallova u shit me 20 djetor. Jo, asnjë pallavër nuk është. Qysh të shit? Qysh? Asnjë. Pallavra sa duhet pa programe. Po Gërmiza, jemi Gërmiza. Vetëm shkurt që po shkoj. Fuzini estetik i zonës Albin Kurti ka pas kauze ka veriun Arben Ahmeti e din. Që me veriun ti ka fituar zgjedhjet, ti fiton edhe pa. Vetëm shkurt. Është vërtet Qytetarët e Republikës ka nevojë që po t'ja kshyr qeverisjen kërkush këtë vend. 51 ka pima. Kauzë madhe. Jo, shiko, dëgjoj, nëse kjo gjë jo